Do të flasim me Ariana Krasniqin, influencere, do të po drejtohem kështu për shkak të influencime që e kenë në rrjetet sociale, Ariana. Kënaqësi që jemi bashkë, faleminderit shumë. Faleminderit, mirë se gjeta. Mirë se erdhe dhe kënaqësi me të pas studio dhe me ndëgju rrëfimin tënd, edhe sigurisht me fol për gjithçka tjetër, po mbi gjitha edhe për pjesën e influencime që e bën rrjetet sociale, sepse aty kemi nisë edhe me të njoft, edhe mënyra e prezantimit në mënyrën më të bukur të Kosovës në rrjetet sociale. Faleminderit shumë. Çuçi fillimisht më tregoj çu po shkojnë vikendet, jeta në Kosovë dhe gjithçka tjetër. Mirë shumë, jeta në Kosovë, tash jam bo 2 vjet, gati, edhe 2 muaj jam bo 2 vjet, shumë mirë po kaloj, më pëlqen Kosova si prej fillimit. Se në fillim kur vjen, sigurisht që krejt thonë, hajtë se veç fillimit duket mire, për që ata edhe po du me pas paka shumë një mendim, qka mas 2 vite? Po, mas 2 vite apet njëjtin qëndrim, halja po më pëlqen Kosova, në ashtë edhe ma shumë, ta ashtë që ju më integru ma shumë, pi kuptoj senet ma mirë, edhe nuk ju më dëshpru, se këtë më kanë thonë prej fillimit, ki me hup që të bushqesh edhe që të pozitivitet, po halja njëjt e kom qëndrimin, edhe po më pëlqen edhe më kaloj mirë edhe në punë, edhe me familje, me krejt, kom vendos me nejtë këto? Ke vendos me nejtë, do më thonë për gjithmonë në Kosovë. Po, pri fillimit e kom thonë, ta shtë edhe kom qenë Danimarkë javën e kalume, s'ju mërzit as pak. Tash gjithë shka ma e letë me procesumë. Të e pas parasysh që Danimarka ose Skandinavia në përgjithësi dalën këgja shumë me Kosovën, sigurisht që ke mujtë me i vrejtë edhe dalime tash të ku të flenë ma shumë zemra dhe ku ti nështë tani esh ma rahat edhe mundesh me i bo sana që ty të pëlqenjë. Po, pa tjetër. Ka shumë dalime, po apet këtu më pëlqen ma shumë. është ma autentike veni, është veni jem. Pra normalisht shumë pëlqen ma shumë. Po e nisim kështu prej zeros. Kush është Ariana? Qka i pëlqen me botë? Cilat kanë qenë gjdoherë sinimet? A ka arri deri tash me imbri krejt sinimet e soja? Krejt si kom arrit Halep, më pëlqen normalisht me full për Kosovën, me full për kulturën tonë, për traditat, historinë të gjithat. Momentalisht me dhe të shkryt një liber, që lidhet shumë edhe me vedot mija, të ashtë i kom nalë pak vedot, se më të fokusun që të liber, që po mjenë shumë po. Po i lejnë ekskluzivitetet për liber. Po, pilo pak, jo në edhe shumë të lidhë me ato historia që i kom të regune për vedo, edhe shumë edhe me femnat historike që i kena, që normalisht të më interesojnë pak ma shumë, vetë që jam femën, edhe që i kena edhe burat shumë interesante edhe figurat, po ta shtekove të fundit, jam të shkryt edhe shumë për heroinat, për Shote Kalicën, për Nora Kelmendit dhe të gjithat, që kjo më ka marrë shumë ko, edhe me gjithë burime, edhe ma shumë për ta, do janë edhe histora ma do janë edhe ma figurina kështu mitologjike, sësa të vërteta, Shote Kalicën e dina që... Të thëna kështu, qysh ne ndoshta gojdhona që i thomi për ndryshe. Po, Nora në Kelmendit nashta i kera do sene që janë sakta po ka jetu, po nashta nuk ka ndodhë senet bashkë ashtu, edhe Tringa Smajli e kriqë të figurinat, po për Shote Kalicën nuk kanë shumë alet me gjithë këtu burime. Edhe kom bua dhe vedo për këtu figura, po ta shte në liber është edhe pak ma shumë vynë. Normal, edhe kërkën shumë ma shumë dështë precizitet, edhe më mundu mos me gabu edhe gjithë shka tjetër, sepse është një liber që pasaj të mbet, ashtu. Edhe është ndërsa një liber që gjdo herë e përfacon Arianën ku do që është. Pa tjetër. E ju mënu me lidha dhe kështu me historinë teme. Në diasporën. Ndërsa kjo ka qenë edhe qëllimi jëtë, sepse ti ke qenë vetë atje edhe edhe në qysh, edhe sa është të nevojshme me pas histori, që me ledzu, ata që ndërsa kanë malë dhe janë jashtë Kosovës. Po, pa tjetër. Po mënona me mujtë më identifiku edhe shqiptarët në diasporë që jetojnë me libren, edhe me historinë tone, edhe pra e kalzaj shumë rrugtimin tim, edhe që shumë këthy këto, edhe pse kom bo që të vendim, që besoj që ka shumë që mëjnë më identifiku me të, edhe në Kosovë që jetojnë, jo veç diaspora, po edhe kom pas shef me shkrujt të shka që njoj si kur vedot e ki shumë ma let me kuptu historinë tonë, edhe është pak ma interesant me ledzu në qatë mënyrë, edhe ju shumë e ronë si me ledzu një liber historike ka 200-300 faqe, po ma shumë janë veç do historia që tu e përjetuone e kalzoj edhe, që që kom mësuone, du me mësu edhe ledzusit. Po besoj që ka me qenë shumë ma e thjesht edhe ma e kapshme për krejt ata që e ledzojnë këtë formë, do të të në njërë tregimi edhe në njërë kur e ndonë eksperiencën të ndër shumë ma letë që dhe ata me kuptu. A ka qenë kjo gjithmonë jo ndër e joti, Ariana, nëse këthejemi në familji tonë edhe në ato që të pyta dhe në fillim se kush është Ariana, kanë qenë gjdo herë kështu andrat e tua, apo kanë ndryshu në proces gjatë rritjes?
Besoj që kanë qenë gjithë, sidomos pjesa për me jep edukatë dhe për me mësu tjertë dhe për me mësu diçka ma pozitive. Gjithë kom pas qef edhe kom studiu edhe komunikimin sa kom jetu në Danimark edhe në Gjermani. Pra që kjo është fusha jeme, sidomos në shkrim jam shumë ma e mirë se sa kur flas. Po kom qef që ashtu ma shumë me tregu sanet që për mu janë të vleshme, edhe që besoj që edhe për shumë tjerë mund mu identifiku me qëtë sene si audiencë, po që ajo s'ka ndryshu, edhe që ajo dashnia për vendin tonë s'ka ndryshu kur. Po, ke jetuna në Gjermani dhe në Danimark që e përmende dhe në moshën më të mirë, në rini tënde, ke vendosë më u këthy në Kosovë, që jo shumë e bojnë, zakonisht preferojnë me i kalu disa vite gëgja shumë në diaspor, e pasaj ndoshta ka mosha më e shtyër më u këthy në Kosovë, mirë po të ke vendosë fix ndoshta kur të ke qenë edhe në kulme të karierës tënde. Pse një vendimi tillë? Kom vendosë që nuk du me jetu jetën, me mënu në stop, kur dalë në penzita në këthejnë në Kosovë. S'kom dosh me pas jetën, që ashtu se gjithve kom ditë që kom pas qef këtu me jetu, të pak të me provu. Nashta nuk rritën jetën, po të pak të kom dosh me provu edhe sa jam e re, edhe sa nuk kam familje, për shemë dhe fëmijëve, se tani është në kitë tjetër vendim, nuk më në shviq mu që me ndru shtetin qaq letë, që që kom pasone. I kom pas 28 vjetë, e pata kry masterin edhe kitë shkollimin, kom punu, e kom bo eksperiencën e punës edhe në Gjermani, edhe në Angli, edhe në Danimark, pra ju marë në kohën më të mirë. Edhe në kollum të karierës. Së pikrisht. Po e kom ditë edhe që për mua shumë privilegj që më i marë, se nuk është diçka që gjithkush vish mënët me milion kejsenet edhe me orë këtu edhe me gjithë punë edhe në Kosovë, se nuk është e letë. Nuk mëj me thonë, se po ka shumë që po më shkrujnë edhe që po më pysin, edhe kam edhe shumë shoqë që jashtë që po ka që me pas njëjtin, po unë vete kom pas drejtimin edhe në shkollë për marketing për biznes ndërkombëtare dhe kom ma letë tani me ndru edhe venin. Se kom di që ndroj, edhe së qëmë hi me naj fush që do të detyrona me nejtë në Danimark, për shemë juridik ose mjekësi ose diçka. Për që ata edhe u konë shumë a letë për mua dhe punoj edhe si konsulente, pra po mu edhe me punu me kompania në Danimark, në Gjermani, po edhe në Kosovë, që kjo më ka animu të për shumë, po e ku menu për i fillimin, se ku më ditë që këthejna, edhe që atë vendim besoj ku më bu në ashtë vitin në parë në gjimnaz. Okej, se për këto dhe dasha me pyta, është vendim që e ke mendu mëti, e ke pas mëtin kokën tane, apo thjesht ka ndodhë në një moment, kështu pa prit? Jo, kom menu gjithë, po të ne nëse edhe familjar, po edhe vete kom ditë që mja njës me orë qaq heret, ishkom pak ma problem, ose mi kry keq ato sene, me pas naj sene dhe me ofru Kosovës, se vish me orë këto edhe vish me nejtë, është tjetër sen, po kom pas qef edhe me ofru diçka edhe me pas një eksperiencë që muj edhe këtu, me bo diçka, me vetën, po edhe për tjertë, që ajo më ka nimu shumë me qëtë fushën që jam. Tash si hobi i kam vedo, tash të edhe libren, që besoj, që ajo është vish prej zemrës, është diçka që unë i kom su që të sene, po kam qef mi të regun me në myrën më të mirë, edhe mi inspiru edhe njerëz tjerë, dhe normalisht që kam qef sa ma shumë njerëz më këthy këto, po për të miren, edhe për me nejtë ma gjatë, edhe normal mos më dëshpru prej seneve që ka dhe që ndodhë. Po, a ke qenë gjdo herë ka që lidhur me Kosovën, të e pas parasysh që kjo interesimi me ditë dhe për të kalumen, edhe për historinë edhe gjithë shka tjetër, je rrit në një frymë ku gjdo herë kanë folë ndërsa për Kosovën, ku të kanë mësu për Kosovën? Po, pa tjetër, prindë gjithmonë prej që mojnë menë, më na kanë mësu, edhe gjithë kom pas njëjtë në dashni, edhe në momentin e parë që kena mujtë ma në Kosovë, mas luftës edhe kena ardhë dhe qështu kena kalu gjdo verë këto edhe jëmë gjithë shumë edhe me familjen të me këto. Në Danimark jëmë rritë vetë, me prindë edhe me motër me vllaznit, po s'kena pas asë një familjar në Danimark, pro edhe që këtë lidhë edhe ma shumë kërë se ki dikon ofër, edhe jëmë rritë që me kitë shoqet në shkollë i kam pas gjyshrat edhe tezet e krejt ofër, unë e krejt në Kosovë. Më do këtë i kom pas 10 vjetë ose 11 vjetë herë në parë që ju marë në Kosovë. Pra, u ka një farë admirim, një dashnije prej largut, e tani, kër ju marë këto, më kam plësu që ato ideja që a i kom menu, po ju më kanë edhe ma mirë. A është dalim shumë i madhë kështu, nëse e krahasojmë me Skandinavin që thonë janë vendet të ftata, Danimarka thonë që është vendi ftat, ndoshta edhe në Kosovë realisht, nëse edhe të huajt vinë dhe vizitojnë, shkojnë me idenë që është vend shumë mikprec, është shumë ingratë si vend, edhe gjithë ndoshta
edhe nëse nuk e nje të paktën ndodhë me të prit mirë, me të ndihmu ose diçka tillë. Është një diferencë goxhemo edhe kështu nëse krahasojmë. Patjetër, po. Edhe pikërisht ashtu është po thua edhe ti, jena ma mikpritëse, jena ma njerëz ma të hapën, edhe sidomos për të hujt që vinë edhe na vizitojnë edhe e dojmë edhe shumë venin. Edhe danez janë jashtëzakonisht njerëz të mirë, po normalisht janë ma të ftoftë, janë ma direkt, i dojnë senet në vi ma shumë edhe janë ma të saktë, diçka që edhe mu pëlqen, për shembull që ka saktësia me kohë, me sene... Se na këtu pak i lojmë, hajtë. Po, jena pak ma fleksibl, ma ndryshe, po edhe që kjo më pëlqen, pro në varet është për çka është, sa i përket punës, kom qef ma shumë ndanez që shpunojnë, se është ma efektive në fushën teme, të pakten, po edhe në jetën personale më pëlqen normalisht ma shumë na shqiptarë që shjena mikpritëse, edhe rrethën edhe në Danimarkë, edhe në çdo vend që këmë jetu, i kon kitë shqiptarë. Se jëmë një ma mirë. E sa ka qenë fështirë me urit në vende të huaj, po të njëjtën kohë me rujt kulturën, historinë edhe gjuhën, që ti e fletë shumë mirë, po besoj të kanë ndihmuar edhe këto 2 vite sa je këtu. Mirë, po e ke folë shumë mirë edhe para 2 vite, kur të kam taku për herë parë. Kështu që a ka qenë fështirë kjo, ndoshta me mbajt edhe me rujt në një vend siç është Danimarka, që ndoshta është ndryshe nga Gjermania, Zvicra, do vende që janë më të jetuar me shqiptar. Po, është e vështirë se nuk ka edhe shumë shqiptarë, edhe tashti jena edhe të shkep në Danimarkë. Danimarka është shumë e vogël, po nuk është që jena një komunitet i madh si në Gjermani ose si në Zvicër, pra u ka nashta pak ma problem, po që ato e kom pas pri prindve, edhe gjithë kena full shqip në shpe, edhe nashta nuk e di gjuhën kështu akademike se zyrtare kështu shqip, po du me mësu, edhe besoj sa ma shumë vit që kaloj këtu, ma mire mësoj, edhe munona gjdo dit vit shqip me full, edhe në shpe, edhe me shëqni, edhe munona sa ma shumë mu largu prej anglishtës, prej danishtes, prej ato, se ato i di, ato i ku mësu. Kum pas fat atjet normalisht që i ku mësu në shkollë, edhe kum kry edhe fakultetin në gjuhë tuja, po shqip se kum kry. Nashta hina i ditë me bu naj studim edhe në gjuhën shqipe, se shumë kisha pas qef me ditë me shprej edhe ma mirë, se shumë ma mirë shprej në anglisht, fatkeqësisht, s'kisha pas qef. Nështa duke ty, po për shambull ne nuk është që e vrejnë këto. Faleminderit shumë. Kështu që mëse kej këtë darë keq. Faleminderit shumë. Po munona, sa ma shumë edhe të shku të mësu, shpresoj që bëhet mirë, po sa për kulturën tonë ato traditat i kena majtë për shpisë dhe që ato më më falendru prind që kam punë punë jashtëzakonisht mirë dhe shpresoj që edhe familje tjera dhe jashtë venet e bojnë qëto edhe munohen sa ma shumë se e kena një kulturë shumë të bukur edhe është gjina me hupë. Po, shpresojmë që po. Kur je kthy veçte, a e ke bind deri tash këto 2 vite dikën tjetër me u kthy prej familjes apo vazhdojnë me qëndru në Danimarkë? Rrinë ma shumë këtu, po për më këthy... Ka dole, edhe motra vllaznit vinë ma shpesh edhe ata e menojnë, po janë fusha tjera të punës, po jashtëzakonisht shumë kohë shpenzojnë edhe këtu në Kosovë, edhe ju ka pëlqyer edhe aty me gjithë, edhe prindve normalisht, si çdo prind shqiptar, se të ka një pushim në sen janë këtu. Pra, ju mënu mi binë sa të moj, po normalisht, si cilë e ka rrugtimin e vetë, edhe nuk i djetë kur, po i kom binë disa shoqe. Disa shoqe, dion kthy do të dhe ato për me jetu, edhe po rrinë hale këto, të ashtë këshyrum edhe so, po jena një grupë shumë i madh diasporës, edhe pri programe që jom konë para një vit, thash në qeshor kam baru programe, po Citizen Diplomacy Fellowship, jena hale mdoket nashta 20 veta që jena hale në Kosovë, pri kritë shteteve në botë. Edhe qysh po i duket, shoqev, do me thonë, a ka dikush që të ka thonë pse na ke folë kaq mirë për Kosovën, se s'ka kaq mirë? Apo për derisa ka qëndru, po duket që ju ka pëlqyer? Po, hale janë këto, normal, çdo njeri ka sene që si pëlqejnë, ose i pëlqejnë, po më duket këto është, ma shumë të është ka puna, kështu, se për jetën personale, për shoqëri, për senet ma sociale, nuk është problem Kosova as pak, është vend ma i dumëtur se këtë vendet tjera, edhe për në me këtë pënihen mirë se është edhe vendet tyme, po normalisht për me gjithë punë është pak ma problem, varet nësën fush je. Po, kuptohet. E ti e se do mos në një fush që është në zhvillim e sipër se cilin herë ma shumë, edhe në Kosovë jepi një rëndësi shumë të madhe marketingut, si do mos të viteve të fundit është gëgja. Interesante kjo. Qysh nisi ideja për me bo video për Kosovën?
video e pare më banë mend, pastaj sigurisht ato nisen edhe me u kliku edhe me pas komente edhe me u pëlqy tek njerëzit, mirë po pse pikërisht këtë kontent të zgjodhe që ndoshta me të përfaqësu ty në publik, sepse kryesisht shohim që në përditshmëri kontentet janë të thjeshta. Nëse janë femra, janë një Get Ready With Me ose një diçka shumë e thjeshtë e përditshmërisë, kemi qef ma shumë ndoshta me grem ose gjithë shka tjetër, po ti zgjodhe që me përfaqësu vendin tonë dhe me tregu kulturën e vendit tonë në një rrjet social që mundet me u kliku edhe mund dëgju prej gjithë botës. Për mu, ma shumë të është që ato e di. Për që ata, kom pas që me po diçka që është ma autentike dhe që më përfaqëson mu, kush jam unë si Ariana. Grem zdi me bu shumë mirë, ato kom te për shumë që normalisht të dafina këtu që e din grimin perfekte edhe është profesioni i tyrve. Kom që me shiku edhe qëto video edhe me mësu sa ma shumë edhe më pëlqen tepër. Po nuk i di që ato sene, nuk është profesioni jam. Në patanis në ashtaj ka 8 vjetë që rrethi jam, kur ka pas diçka lidhje me Kosovën, me historinë tonë, më kam pyet mua, më kanë thirrë, Arion, ç'është që kjo, ç'është shkon që kjo, ç'a është historia këtu, ç'a ka ndodhur. Gjithë kur na kanë me një grup, gjithë unë jam kanë ajo që ju ka tregu historinë. Të ne pa dinë ideja në fillim i pata boll veç do infographics në Instagram, tu tregu sa në kështu shumë shkurë, si në PowerPoint prezentim. Të në kur janisi kjo koha e videove, reelsat në Instagram fillimisht, janisa me menu pak, po së kom pas guzimin, se s'kom dosh me dorë para kamerës, jam shumë ma shumë shkrimtare, më thonë, copywriter në profesionin tim, edhe shumë ma shumë kam qep me shkrujt. Edhe më ka shumë e zashme që kjo me folë dhe me bo një video dhe me dollë që është në kamerë, kur janisi të një pandemija dhe koha TikTok-u, të bu shumë alet, se po shikit janisën me folë për tema ma nish, ma diçka që nuk u folë për para në Instagram për shemë, dhe për para u kam vërtet që ashtu që ma shumë ki mujtë me folë për sport, ose për fashion, ose për grem, ose për këtu sene, po të në kërjanisë që ajo koha e mora gudzimin, e pa ta bu një video, të në që ajo ka marë shumë klikime për një herë, më do këtë najtë 600.000 dhe shka o patona, që për mu konë shok atëherë, se janë shumë. Për një video do mos në fillim kur je, janë edhe tash e lere mo në fillim. Po, e tani e mora guzimin bona ma shumë, edhe që po më edhe mi shkruj që ato sene edhe mi kujtu tani, e tani me bo vedon, po apet nuk bëj shumë vedo. Kam qef me bo, andër e kam me bo një her njavë, si një influencere vërtet, që shi bën, ose i bojnë ka 5 një, po të pak të një her një, po ma shumë kam qef më kone sakt në video, edhe me full diçka që për në me duhet me full, edhe që ka vlerë, se sa vish me produ content. Më duke që e ma autentike, të një më pëlqen edhe kur e bëjnë një video, të një edhe audienca e ndëgjon me vëmendje, se e din që për në me komponun të, e di për shka jënë të full, edhe që është një është autentike. Edhe nuk është najtë tim veç që është diçka për momentin që është interesant, po diçka që mu më ka interesu, ju më hikum ledzu për pikërisht këtë teme dhe kom puni video. Qështë e kam prit? E the që e para është kliku shumë mirë, po qështë e kam prit në përgjithësi? Qoftë shqiptare, qoftë vendet e huaja që kanë, ndoshta, ka pas raste që dikush ka mujtë për herë të parë me dëgju për Kosovën për mes videos të ande, sepse ne shohim në TikTok shumë shpesh ka njerëz që për herë të parë dëgjojnë për Kosovën si një shtet i ri, një vend i ri. U prit jashtë zakonisht mirë, kam shumë pak komente negative dhe ato e dim nga vinë. është një shtet, 2 shtetën, është ka një herë Serbia ma shumë të për edhe Greqia. Grek nuk e di pse, ja ka njës me komentu pak vedot. Po ma shumë ka ona e serve, po për shqiptare dhe për huje, për danez, për gjerman, për amerikan, ka qenë shumë pozitive dhe komente qenë shumë pozitive, dhe po marrë edhe komente prej njës që për një me kur s'ka një për Kosovën, edhe e shojnë një video, ose veç një reel të thjesht, diçka për Prishtinën, ose për Prizrenin, ose për Pejen, veç tu i tregu bukurin që i kena, edhe e pritin shumë mirë edhe vinë edhe vizitojnë venin, po kam edhe shumë turista që mi gjojnë të një video që atu dorin ma shpesh në ashta, edhe më bojnë shumë pyetje ku më shku që me bo. Pikrish për këta, dasha me tona, e bo paka shumë edhe një destinacion, ose një dhejë për turista që vinë me vizitu Kosovën. Po, pa tjetër, edhe pa ta bo një video para do muje për një guide për Prishtinën, ku më shku, që me hongër, cilë veni me vizitu, që edhe ajo ka marrë shumë klikime, dhe ta shtë edhe shëshria jeme, kur po vetë dikush, përpja dërgojnë video të mija që qështu është, që qështu vene shko.
Po kena shumë sene në Kosovë edhe në Shqipëri edhe vene tjera që ja vjen me vizitu, edhe është shumë mirë që kena qëto rejtet, edhe për ata është edhe mirë kër përboj vedut anglisht, se tani edhe po vinë edhe ma shumë turista, edhe po interesohen ma shumë, edhe e kanë edhe një mënyrë shumë të letë për me mësu historinë, edhe jo veç me orë këto edhe sen mos me ditë për Kosovën. Po. E përmende që komentet negative, sidomos kur fletë për historinë e Kosovës, dihet që vinë nga Serbia dhe nga Greqia, që po e thu edhe ti. Në fillim, nëse nuk gaboj, ke pas raste që ju ke kundër përgjigjën. Këtë rast, po me fakte, gjdo herë, do të thëtë për historinë e Kosovës, jo në ndonjë formë tjetër. Tash, që shëshe? Ju përgjigjesh ende? Ju kundër përgjigjesh ende? Kur. Se do këtë koha jam shumë e vleshme për me përgjigjë aty. I kom bo vedo që janë edhe qëfar do pyte që i kam posi, ju më përgjigjë edhe janë bërimet ato, nuk ka që me diskutu me ta, ma shumë kam qef me shpenzuar energjin teme për diska ma pozitive edhe bish me full fakte. Pra për me përgjigj nuk përgjigjna, ende bëj video edhe për qëto tema, se kanë shumë rëndësi, po ma shumë fokusona për shqiptarët, edhe shqiptarët mi mësu qëto sene, se shumë atë fort jena kur na i dim historinë edhe na i dim qëka është e vërteta, se sa më diskutu me Serbët, që shumica aty mas nuk jetojnë në Serbi, jetojnë në Austri ose në Gjermani, edhe e mbrojnë venin e vetë që nashta s'jon konë me vite, edhe nuk dojnë me jetu aty. Të pak të në jetojnë shtetin tem, edhe e du, edhe mu me full pak ma sakt. Po, e vërtet. Këtë rast, a shë prej komenteve, a kanë ditë rinia histori për Kosovën, a ka shumë pytja, a ka shumë të interesu me ditë edhe ma shumë, sepse ndoshta jo gjithë hinë edhe hullumtojnë prej të kalumës, kështu që tash e kanë shumë atjesh, kur e ka një destinacion ku me imësu. Sa me ndanë që ka një huri? Në varet për qëfar teme është, po mas shumë të përshë, edhe që kjo më ka dukë shumë interesante të shqiptarë, që për një me na dina shumë edhe na intereson shumë historia, se mi pas bone njëjt atë vedo në ashta për danes, nuk ish pos shumë që e kishin ditë që atë histori, se nuk jo intereson që atë shumë, nuk janë edhe qash të lidhët me historinë, ata jetojnë shumë betësodit, edhe që ajo intereson që edhe kuptohet se nuk kam pos në luft, nuk kam pos në luft ma ku edhe të hundit, me sa kujtohet, po që nishin vjetë nuk kam pos daj sen atin për pos do ditë në luftën e dytë botërore. Po për shqiptarët është shumë interesant se kur i lexoj komentet, shumica edhe të regojnë edhe ma shumë, edhe thojnë, he, shtoj edhe qëto, edhe që ajo më pëlqen të për shumë, edhe kur është që rinia e bojnë qëtë sen, ose kanë diskutime shumë inteligentë me njën e tjetërin, edhe shkrujnë nashta disa ditë për një temë, pa u ofendu, pa kur gjë, po e ka zërë menimin e vetë, që ato komente i du shumë edhe i vlerësoj. Normal ka dhe raste tjera, do që nashta nuk e dinit, që edhe komentojnë, po edhe ato janë mirë së ardhen, këse komentet i dojnë në këtë fush, po kështu ma pozitive shë, pa tjetër, pri shqiptarve, janë shumë rinia jonë është shumë inteligentë edhe e din pikërisht historinë edhe që ajo më pëlqen tepër. Po nashtë në diaspora është pak ma ndryshe, po komentus që janë këtuet, e din. Po, e mira është që po e tregon edhe te që arrin edhe me komuniku me njëri tjetrin nëpër komente. Pra ti ke arrit me kriju një komunitet që të besojnë ty edhe që ndoshta i ke ndërlidh mande edhe me zvete. Kështu përmes tyre video, pra e ke arrit qëllimin ndoshta që e ke pas në pjesën e rrjeteve sociale. Kështu. Deri sa patëmëri edhe tek krerët e shtetit. Po. Kjo për shkak të video, prezentimit të Kosovës, dhe sigurisht edhe ata e kam vlerësu mënyrën se që shte po e prezenton. Një taku me kryeministrin, në fillimet e tua, kur kjo ardhë, po besoj që mirë të ka pritë Kosova, kështu. Te për shumë, do këtë u konë, nashta mas 2-3 muje që i marrë këtu, edhe më kanë thirë në takim të zyre e kryeministrit, që u konë derë shumë e madhe për mu, normalisht, edhe po, vedot, edhe i kanë shiku të zyra e kryeministrit, i ka shiku e kryeministri, edhe i kanë pëlqy shumë, edhe që janë sakta, që nuk ka naj, nuk mënona me rrit diçka ose me full diçka që s'ka ndodhë, ose që s'është ashtu, po veç e ka zaj me fakte që është, edhe që ajo ka pëlqy shumë, edhe që nashtë edhe që flasë ma thjesht edhe veç direkt, që kjo është qëllimi, që kjo vedo, për që temë këno me full. Që kjo i patë pëlqy shumë kryeministrit edhe
po, u kanë një pritje shumë e mirë edhe kam pasur disa takimet e në masane, kom punu edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme, që nuk u kanë e lidhur me vetët, po me profesionin tim, se kom punu edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme Danimarkës përpara. Pra më ka shumë naturale kur i marr këto që normalisht me provu edhe me punu në shtetë këto. Po që kjo është një mesazh, po besoj për këtë ata që na shohin, sidomos të rinjët që jetojnë në diaspore, që nga njëherë ngurojnë ose nuk e kanë guximin me ardhë dhe me jetu në Kosovë, me u kthy për shkak se nuk e din ç'a mundet mi prit, a munden me hy me punu dikon apo jo. E kjo është pikërisht një mesazh që mundesh. Nëse ti don, ja del me hi edhe në të shtetit me punu në këtë rast. E lërë më me pjesë të tjera që po e thu edhe ti që tashmë bota shumë e vogël edhe prej Kosovës mundesh me punu edhe me kompani të huaja. Pra, ki mundësi të mëdha, veç a dënë me zgjedhë Kosovën për me jetu. Sidomos, po edhe në sektorin privat kena tepër shumë kompanija të ashtë edhe të Amerikës, të Gjermanisë, të Zvicrës ka shumë, që edhe në sektorin privat është edhe shumë ma letë më gjindë edhe me gjithë punë në fushën teme pa tjetër, po edhe në fushat tjera, pro i rekomendoj krejtve, aplikojni ku dhe që jetani, aplikojni para se më ardhë dhe tani kur veni e keni në event punës. Nëse s'ju pëlqen, e leni. Po, shumë e letë, shumë e thjesht, po du me pas një guximin me bo. Une, para se me ardhë, hapet e kom pas edhe punën në marketing, pro tu këshyr e kom kuptu që, okej, mëj me aplikun që të program, mëj me hi, nashta më pëlqen, nashta së më pëlqen, si dihet kur pa aprovu. Edhe për mu ka një eksperiencë shumë e mirë, kom po shumë një rreth tepër të mirë, me njerëz si unë, diasporës që kanë orë këtu, kanë vendus me jetu këtu edhe u ka një eksperiencë shumë pozitive. Po, qështë është të ardhëmën tënde në Kosovë, ose 10 vjeçarin tënd të ardhshëm? Sepse ti po i mendojsh, po i planifikojsh, e the që për Kosovë ke nis me menu që nga shkolla e mesme, që nga viti parë, kështu që po besoj që ke diçka në mendje ku e Arianën në 10 vjet ardhshme. Bashkë këto jo mësu të është mos mi planifiku sa në qaqë sakt, se në Danimarkë, sa kom jetu, gjeve kom pas një plan gjdo 3 vjetë që kom me bo, qëto kom me bo, qëto kom me punu, që shkollë kom me kry, ta është ja kom nis, ta është i kom bo dhe 30 vjetë, dhe ja kom nis ta është në fazën që gjdo ditë e këshyri që po bëhet. Tu po të bo, na thojnë në Kosovë. Po, të bo. Edhe shumë për më doke djeta ma e mirë që shtë, se nuk po mënojnë planifiku shumë, normal me punë për shkon mirë, me familje për shkon mirë, me të gjitha atë mirë, edhe po du bësh me jetu gjdo ditë, edhe për në me mukon e lumë të që thashtë që shjom, edhe mos më mënu mi planifiku sa në shumë. Se dhe që shtu planifiku, tani më nështë dhe me hupë shumë mundësi, edhe mi më shelë sytë pak. Pra nuk kam qef me po veç një rrugë tim, për para kom menu gjithë që veç sektorin publik du me punu edhe veç me të shtetit edhe veç të sene, tani kur i kom hop pak sytë, kom kështu që e kom po që mëj me bu shumë a shumë. Edhe mëj me punu edhe në sektorin ndryshme, mëj edhe mi bu vedut, mëj edhe me shujt një libër, mëj mi bu kitë të sene, që kom qef une. Qaj më ka një mu te për shumë që kjo me pas menje pak ma hapur, edhe mos mu lidh vish me një sektor, ose vish me një pun, me punu me që kam përqenë mund qatë moment, edhe me njerës të mirë. Edhe ta shtet që i kam edhe si konsulente ku punoj edhe me Ilirida Krasniqin, që është e Kopenhagës, edhe me Dafinën e Zirin këtu, me shqiptare, se i kam edhe tjerat, po me këto dyja me shqiptare, këtu më kanë inspiru shumë që për një me mënësh, me talentin tënë me punu në shumë fusha. Edhe Ilirida, për shemë, edhe ajo është influencere në fashion, po është edhe stomatologe. Pra i bën këtë rrugtimet ndryshme, edhe Dafina është edhe business femën, tepër e fort, po është edhe grimere, është edhe artiste, është edhe i ko kiqto, edhe për marketing është edhe ma mirësone. E qajo adin të qysh mënesh me lidhë shumë talente, edhe qëto edhe shpesoj është edhe inspirim për tjerë që nuk duhet pa tjetër vish me një drejtim më ngullë që ato dhe me thonë veç që to për du me bo. Mënesh me bo gjithë sen. Mënesh edhe me punu, më ka non, me pos gjithë sen, nuk bërë një shme në sen më lidhë. A janë qëto mundësi në Kosovë? Do thot, a i ki që ka shletë ndoshta me depërtu nëse cilën fush në Kosovë, ti ndoshta mundesh me dalu më shumë se sa ne që kemi një jetë këto edhe që ndoshta jemi të drejtu në një drejtim, për shambull në gazetari ose diçka tjetër, mirë po ti kjo ardhe dhe ke eksperimentu pikrish në këto 2 vitet e fundit, edhe është ndryshe nga ne që rahatohemi edhe kemi pak ma të telashe, ndoshta.
Unë më i vesh me full për vetën, adhe si të redis dhe më gjuhën edhe këtë, ja, të poftu që qështu e kishë shumë letë jarë për jashtë. Të gjohen nga eksperienca jote. Po, kjo është vesh eksperienca jam, është edhe në sen që kom po edhe në Danimark, edhe gjithë kom punu në fushat ndryshme. Besoj që kur ki vullnet, kur dërë me bo, mund është me bo, gjithë sen, po normal që të vynë eksperienca, edhe po ka, në sen që përsho shumë këto, ka shumë njerëz që menojnë që për një jo buon eksperta, edhe qajo pak u më iriton mu se unë vetë në fushën teme jam që në ashtë 13 vite, po edhe njëtin kur që kom punu në fushën teme, kom punu në disa fushat tjera, edhe normal nuk mund është prej fillimit, prej ditës të parë, veç me hi që ato ku dënë te edhe e din. Për veti, i kom krye edhe studimet në qëtë fushë edhe ato me vite, 5 vjetë marës parë studim, po edhe eksperienca punës kom punu edhe në Gjermani, kom punu edhe në Angli, keq të sene, më ka një mu më pru ku jam sot. Edhe nuk ka një letë, kur nuk është e letë nëse dënë me pas një jetë shumë ma të lirë, edhe nëse dënë me vendos fushat vetë, edhe me vendos vetë kanë e ki klientë, ose me qka punon, duesh edhe me pas një eksperiencë, ja zakonisht madhe, edhe me pas edhe një rreth, që të nje edhe të beson punën, ato kryot me vite, me eksperiencë, nuk kryot për një ditë. Qajo në ashtë këto dalon, ndodhe në Danimark normalisht, po këto e kom po që po ka shumë që nëse nuk e kryjnë për një javë, zdojnë heqë. Edhe qajo është pak, as për një vjetë nuk bëhet, as për 10 vjetë, dvynë shumë ko, edhe shumë vite eksperiencë, edhe që ato përsho edhe të klientët edhe të partnerat e mije, po edhe vetë, që në profesionin tem. Po, nëse, qka të ka bu për shtypje në Kosovë, diçka që e ke mësu gjatë tyre 2 vite vjetës, ndoshta që nuk e ke ditë ma herët, qka të pëlqenë, qka kishe me ndo me krejt ata që ndoshta për herë të partë të pysin, pse Kosova? Ka shumë sene, të ashtë. Mikpritja gjithë më bjenë men me njëherë, se është diçka që në dalon shumë pri popullet tjera, po besoj edhe që kjo rinia jonë, që po ka shumë talent, jashtë zakonisht shumë talent këto, edhe njerëz janë shumë, din me punu për vetën, din me moni rogëtim që ashtu që shdohet, edhe me kriju diçka, edhe që kjo më kalon shumë për shtypje sa talent kena në Kosovë, edhe sa shumë njëri kena jashtë Kosovës, në gjdo fush, përshë edhe po Dafina, pa tjetër, po edhe dizajnera që i kena, po edhe mjekësi, edhe stomatologa që i kena, edhe doktorat, edhe në gjdo fush që përshë një talent i Kosovës që punijet në kitë botën. Edhe për një vend që i vogël, është tjepër interesant që kitë bota në një për diçka, edhe për muzik normalisht, që është nashta ma e madhja për kejtëve, po gjdo herë që po flasë me dikon, mund ma përmen dikon tjetër, ose ma përmenin Dua Lipën, ose Gjerdan Shaqirin, ose Valdrin Sahitin, ose Tafina Nëzirin, gjithë në gjdo fush që janë ata, e kanë një emër të Kosovës, që më duket tepër sa një bukur, se në Danimark nështë nuk e kom posë që për jetim, edhe Danimarka nuk është edhe shumë veni malë, po pak ma i malë se Kosova, edhe nuk ka qatë shumë talenta, në qëtu fusha ma kreative. Qajo më ka duke interesant për kreativitetin që e kjena, edhe sa pak mundësi kena pas, po menoj edhe për shemë edhe për judo, edhe për medaljet olimpike që i kena fitu, jo ndë sene që për në me mund kanë befasu tepër qëfar arritje kena bo me qaq pak. Për që ata besoj që unë për vete që jom rrit jashtë që vi këto edhe për mu anku, nuk ankona, se i kom pas kitë kushtet të mëndshme për me arrit që aku ma rrit, për që ata më do këtë tepër bukur kër vi këto edhe shë njerë që kanë arrit shumë ma shumë sone, me shumë ma pak. Edhe i respektoj jashtë zakon në shumë. E cili është vendi që e kështë propozu gjithë qysh me vizitu, dikujna që vjenë në Kosovë? Për normal Prishtinën e du, po për Pejen e kam një dashni shumë të madhe, për natyren e Pejes. Pra gjithmonë i kësha rekomandu me shku në Pej edhe në Prizren. Po. Libri, kur do t'jetë gati? Ideska. E rëndësishme që e keni, se ki idejnë, po kur të fundën jo? Besoj gjysën e kom kry, ta është e këshyri. Shpresoj që më brenda 2026, kështu shumë kisha pas qef, po nuk e di. Kryet, kur mu më doke që është perfekte dhe që çdo sen është qaqë sakt, që nuk ka shansa ledzusi me ledzu diçka që nuk është. Po.
A jetë detajiste shumë, a? Po. Se përderisohet dënë me konë shumë e saktë gjithë shka e, besoj që jetë detajiste, edhe dhe sot vjen të vendimi me publiku, pas ka me pas ka gja punë kështu. Po, në çdo fjalë e këshyre, është që kjo fjala e duhur, edhe normalisht po më qefë me botu në disa gjuhë, shqip normalisht, po edhe anglisht, edhe danisht, edhe gjermanisht, gjuhët që i di unik, po kam qefë me shkrujt edhe vetë. Po. Pra, besoj që kam e marrë shumë kohë, po kam javlit. Ariona, shumë falinderit, shumë knatësi si çdo herë me të pa në studio, me ndoa rrëfimin tonë bashkë me ne dhe shikuesit tonë, dhe uroj të shpresoj që je një frymëzim për shumë të ri që ndoshta kam pas frikë me ardhë me jetu në Kosovë, mirë, po janë një shembull që ja ke dalë shumë mirë për 2 vite dhe hala si e bindu me u kthy në Danimarkë. Faleminderit shumë, Dilara. Knatësi. Dashur shikues, është koha me u shkëput me një material dhe rikthehemi pastaj me pjesë tjera, vazhdoni që ndroni me ne.